planit, ku dyshohet për një mjet shpërthys të kalibrit 82 mm mortaj. Merë ekipën, kry përgatitjet edhe vazhdo sipas planit. Vazhdo. Përshëndetje ekipa, sapo kemi pranuar një mesazh për intervenim në formën liçi në komunën e Gjilanit, me koordinata 34 të EM 43600 84 700, ku dyshohet se kemi një mjetë mortaj 82 mm, e cila paraqet rrezik jo të konsiderueshëm. Thirrja që kemi pranuar rreshtohet kategorisë të intervenimeve, besoj pajisjet specialistike dhe autometi janë gati. Marrin pajisjet individuale dhe vazhdojnë. Misioni i kompanisë deminimit të FSK-s është largimi i mjeteve të pashpërthyera, deminimi dhe largimi i mjeteve nga zonat e fushbetejës. Po ashtu kemi mision që të ofrojmë edhe edukim për rrezikun ndaj minave dhe mjeteve piroteknike, ku dhe kemi ekipe që rrinë gatishmëri për largimin e mjeteve shpërthyese 24/7 në rast se gjenden nga banorët e Kosovës. Rrëfimi dhe emocionet e tij janë të forta, po aq sa guximi që patën kur hasën në bombën më të madhe që kishin parë ndonjëherë. Realisht çdo intervenim e ka atë rrezikun e vet, por në rast se do ta veçoja kishte më qenë bomba e madhe 900 kg që kemi largu nga tuneli e kurudhor në Merdare, ku pastaj është organizuar një operacion i veçantë për shkatrimin e saj, ku vetë masa e saj dhe është ndër llojet më të mëdha të bombave që është zgjujt Kosovë ka shtu atë adrenalinën dhe atë rrezikun normalisht, po me bashkëpunim që kishim edhe me pjesëtarët tonë, po edhe me pjesëtarët e KFOR-it amerikan nga kampi i Bonstilit, ku së bashku me ta, shkak se kishte qenë bombë amerikane, kemi intervenuar së bashku edhe e kemi arritë që pas shumë orësh ta largojmë në 30 dhjetor 2021, edhe ka përfunduar operacioni në mënyrë shumë suksesshme, edhe sot e kemi një pjesë të asaj bombe që kemi ruajtur trashëgimi për ta kujtuar atë ditë, se kemi larguar një rrezik jashtëzakonisht madh, sidomos në një zonë jashtëzakonisht e frekuentuar në Kosovë.